Themi duke filluar nga drejtësia, ekonomia amerikane patjetër, por sfundmi janë paratë e USAID-it. Shumë të konsiderueshme kanë shkuar për, siç u thotë në Kongresin Amerikan, për persekutimin e liderit të opozitës. Janë rreth $260 milion që George Soros dhe perandoria e tij ka marrë vetëm vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit nga USAID për projektet në Ballkan, rajonin e Ballkanit. Midis tyre janë edhe projektet të cilat kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë me reformën drejtësi në Shqipëri. Dhe ai që ishte nismëtari i reformës drejtësi në vitin 2014-2015, e vazhdoi këtë edhe me Institutin East West Management në Shqipëri, i cila mori diku tek institut që mori diku te $9 milion të taksa paguesve. Po. Dhe jo vetëm me zonjës Fico, po problemi është që por që këto para kanë shkuar në OJQ të tjera, të cilat janë të lidhura, organizata jo qeveritare që janë të lidhura përsëri me Partinë Socialiste, dhe mendohet që aty nga ai pool parash kanë marrë edhe zonjat e tjera të kryeministrit. E kuptoj, por duke qëndruar tek parat, këto para si ndikuan në vendosjen e drejtësisë kundër opozitës shqiptare, pasi me sa duke kishte një plan konkret për eliminimin e saj? Plani konkret ju thash që ka nisur në 2014-ën, për arsye sepse atëherë është edhe programi i parë i prezantuar nga Fondacioni Soros për të bërë një reformë drejtësie në Shqipëri, e cila u shty mëtej nga ambasadori Donald Lu dhe nga ambasadori e Bashkimit Evropian Vlautin. Dhe arriti deri në atë pikë sa që u bë trysni e madhe për 140 deputet parlamentit që të votonin reformën drejtësi dhe ndryshimet kushtetuese të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj reforme ka qenë asgjë tjetër përveç se kapja e opozitës. Kapja e opozitës në aspektin jo vetëm që opozita bëri atë që bëri në vitin 2016 dhe votoi unanimisht, bashkoi votat për të kaluar reformën në drejtësi, ndryshimet kushtetuese, por edhe për faktin sepse mbas kësaj opozita deri në vitin 2021 nuk mori pjesë në komisionet të cilat kishin të bënin drejt për drejt me ngritjen e institucioneve. Dhe institucionet u ngritën vetëm nga majoranca dhe i shërbyen majorancës. Ato u kapën ashtu siç ka qenë dhe plani konkret, u kapën plotësisht nga Edi Rama dhe majoranca, dhe gjithë qëllimi i tyre ishte pikërisht dënimi, arrestimi i liderëve të opozitës, siç ishte rasti i zotit Berisha, i cili kishte 8 vite që ishte larguar nga funksionet e tij drejtuese, dhe dalja e tij non grata, sepse kjo ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me përgatitjen e dezignimit të tij non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe më pas përgatitjen e asaj dosje voluminoze të pahetuar, sepse nuk kishte çfarë të hetojë në atë dosje, dhe arrestimi i tij politik për rreth 1 vit në shtëpi. Në fakt edhe duke u referuar raporteve ose argumentimit që bën për dizenjimin e zotit Berisha non grata ishte mediat e lira, qeveria antikorrupsion në Shqipëri, kemi marrë informacione dhe nga organizatat jo fitim prurse. Pra i bie që e gjitha ka qenë një skem për dizenjimin. Absolutisht ka qenë një skem në të cilën ka marrë pjesë shoqëria civile, e cila është krejtësisht e lidhur me majorancën. Duhet kemi parasysh që shoqëria civile që lindi në Shqipëri mbas viteve 90 ishte një shoqëri civile e cila u ngjis nga Fondacioni Soros. Dhe kryetarët e këtyre organizatave në shumicën e rasteve apo bashkëpunëtorët ishin fëmijë të ish antarëve të byros politike ose të lidhur me byron politike. Njerëz të cilët kishin pasur mundësit nga regjimi i dikurshëm që edhe të shkolloheshin jashtë, apo kishin apo ishin më të lexuar se të tjerët që ishin të mbyllur në atë kafazin e diktaturës në Shqipëri. Dhe ata morën në dorë fatet e shoqërisë civile. Kjo shoqëri civile ishte ajo e cila që për vitit mendoj unë 2012 filloi të punoj shumë fort për të dënuar opozitën, jo vetëm për ta dënuar, për ta shkatruar dhe për ta nxjerrë jashtë loje opozitën, Partinë Demokratike, mbasi kishte nxjerrë jashtë loje opozitat e tjera, partitë e tjera antikomuniste në Evropën lindore. Sepse kjo ka nisur, është partia e fundit, këtë do të thoja. Më sjell në mendje artikulimet guximshme të majorancës, eksponentëve të majorancës, pse jo kjo parti të shkrihet? Po
natyrisht ka qenë qëllimi i tyre madhor për të shkruar, madje një kohë nëse mbani mend, dikur rreth vitit 2017 në Shqipëri filloi të artikuloj pa problem fare, po mirë çfarë ka që s'ka opozitë. E kreu misionin, e kreu misionin. Madje ky ishte edhe argumenti për atë koalicionin e madh që mendohej që duhet të bëhej, për të cilën ran dakord në 17 maj ata, dhe më pas në 2021 ndonin ta vinin në funksion mbas zgjedhjeve 2021-shit. Dhe kjo bëri të mundur pastaj reagimin e gjithë antarëve të Partisë Demokratike për të ardhur për të kulmuar në datën 9 shtator për krah zotit Berisha. Zë Harxhi, fakt, po të shohim edhe historinë e zotit Berisha, që nga dizenjimi i tij në Ngrada, përjashtimi që i bëri zoti Basha Berishës me një mesazh Facebooku, mund themi, edhe në terr të plot edhe të deputetëve, eksponentëve tjerë të Partisë Demokratike. Zoti Berisha nisi një betejë personale, mund themi, për të thënë që jo, unë nuk jam i korruptuar, jo, unë do e çoj deri në fund këtë betejë dhe pas 4 vitesh diçka po lëviz. Dëgjoni, zoti Berisha e nisi si betejë personale në datën 19 maj, ditën që ai u dezignua non grata me atë Twitterin e famshëm të Antony Blinken, sekretari i shtetit, por më pas në datën 9 shtator, mbasi u bë nga zoti Basha dhe përjashtimi i zotit Berisha nga grupi parlamentar dhe nga Partia Demokratike, atëherë aty zoti Berisha mori forcë dhe nga antarësia dhe nga mbështetësit e tij dhe e bëri këtë betejë, e ktheu këtë betejë nga një betejë personale në një betejë të partisë, sepse aty u kuptua qartë që qëllimi nuk ishte vetëm Sali Berisha, qëllimi ishte shkatrimi i plot i Partisë Demokratike. Kjo nuk u arrit. Duhet kemi parasysh që unë shpeshherë them, ne na futën në dhe me gjithçka, edhe na mbuluan, por ngathnjyem në fund, ne dolëm, në fund triumfuam dhe të gjithë mendonin që kjo parti nuk do bëjë më. Prandaj morën gjithë ato masa. Morën masa që të mos na njihej flamuri, vula, sigla. Do të thënë, ata munduan të bënin gjithçka dhe në fund fare bën edhe arrestin politik, pa fakte, pa akuzë, pa asnjë gjë të zotit Berisha dhe të zotit Maltezi. Aktualisht Berisha vazhdon ta ketë atë në ngratën, në mbi shpinën e tij, edhe pse ka nisur fushata, mund të themi, ka nisur edhe prezantimi i programit. Donald Trump, me rikthimin e tij në shtëpinë e bardhë, duket sikur e ka goditur fort sistemin Soros, deep state-in që ishte krijuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm në Shtetet Bashkuara, por edhe në Ballkan. Ka informacione që kanë zbarkuar edhe disa agent FBI-s në ambasadën amerikane dhe po hetojnë çka ka ndodhur e çfarë ka ndodhur. Me Berishën çfarë ndodh? Dëgjoni, ajo çfarë ka ndodhur parmbrëm në Kongresin Amerikan, në një seancë dëgjimore, ku 2-3 herë përmend emri Sali Berishës, ishte diçka e pazakontë, që askush nuk e priste, t'ju them të drejtën, sepse ishte vetë një nga antarët e Kongresit, antare shumë e afërt me presidentin Trump, Marjorie Greene, e cila artikuloi qartë bashku me gazetarin O'Neill që punon për Dodge, për Elon Musk, artikuluan qartë faktin që fondet e USAID-it në Shqipëri janë përdorur, që janë taksa paguese amerikane, ata që kanë ato fond, kanë lëvruar ato fonde, kanë vazhduar, janë dërguar nëpërmjet George Sorosit në Shqipëri për të bërë një reformë drejtësie, për të minuar opozitën, shkatruar opozitën dhe për të burgosur liderin politik. Dhe gjitha kjo ka pasur një qëllim final, largimi i Sali Berishës nga skena politike e Shqipërisë dhe duke larguar Sali Berishën, ata menduan që do të largonin natyrisht edhe opozitën shqiptare. Përmendja në këtë formë kaq e qartë, për herë të parë, artikulimi kaq i qartë i emrit Sali Berishës në Kongres Amerikan është diçka me të vërtetë shumë e rëndësishme. Dhe pavarësisht lidhjeve tona, sepse ne kemi lidhje prej 2-3 vitesh me ekipin e Donald Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht lidhjeve tona, pavarësisht ardhjes së strategut të fushatës, zotit Christopher Lasivitas, në Shqipëri, unë mendoj që marrëdhëniet midis nesh, Partisë Demokratike dhe administratës së Trump janë më të mirat e mundshme që kanë qenë ndonjëherë. Dhe nuk do të ishim të çuditur nëse shumë shpejt ne nuk do të merrnim mesazhin e madh për heqjen e non gratës për zotin Berisha. Kjo është një lajm për heqjen e non gratës së zotit Berisha, por sigurisht ka qarkulluar një fjalë e tillë. Konkretisht, a ka afate, sigurisht pyetjet që të cilët ngrenë mos shumti kampi i mazhorancës, a do ndodhin para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, kur do ndodhi, sigurisht është edhe afati. Dëgjoni, dezignimi non grata i zotit Berisha
është bërë në mënyrë administrative. Që ta bëj edhe i parantez. Në momentin e mbërritjes së zotit Lasivita, ku tha se miqtë e George Sorosit nuk mund të jenë miqtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Donald Trumpit, dhe tha që zoti Berisha është mik i vjetër i Shteteve të Bashkuara dhe sigurisht mik edhe i presidentit aktual. Pra duket sikur një trase është shtruar disi. Absolutisht, është trase aty, prandaj u thash që ne kemi pasur marrëdhënie mjaft mira me enturazhin e administratës Trump përpara se kjo administratë vinte në fuqinë Shtetet Bashkuara të Amerikës në 20 janar. Marrëdhëniet tona kanë nisur shumë herë. Presidenti Trump vet është i njohur me dosjen Berisha, këtë duhet ta dini. Presidenti Trump? Po, është i njohur me dosjen Berisha. Në kabinetin e tij janë disa personalitete të cilët jo vetëm janë të njohur me dosjen Berisha, por kanë qenë përveç J.D. Vance, i cili ka qenë senatori i parë që e ka marrë dosjen e zotit Berisha përpara 2 vitesh, është edhe sekretari për energjinë dhe mjedisin Lee Zeldin, i cili kur ka qenë kongresmen e ka ngritur Dan Bongino, zëvendëstori i FBI-s, është National Security Advisor Mike Waltz, i cili është i njohur me këtë dosje që përpara, është gjithashtu edhe John Ratcliffe, që është drejtori i ri i CIA-s amerikane, që është një personalitet mjaft i njohur për shqiptarë amerikanët dhe që është i njohur me dosje Berisha prej shumë kohësh. Pra janë shumë njerëz të njohur, përveç faktit që natyrisht edhe në ekipin e ngushtë në Shtëpi të Bardhë tashmë ka edhe këshilltar të presidentit Trump që e njohin mirë këtë dosje dhe që natyrisht janë ata të cilët kanë reaguar dhe kanë qenë shumë kritik me çfarë ka bërë Antony Blinken për sa i përket rastit Berisha. Dhe këtë duhet t'ju shpjegoja, është një çështje krejtësisht administrative, sepse vendimi për zotin Berisha është marrë brenda Departamentit të Shtetit, nuk është pjesë e sanksioneve të thesarit amerikan. Dhe për këtë arsye ç'bëhet nëpërmjet Departamentit të Shtetit. Dhe kjo ç'bëhet në 2 mënyra, ose sekretari Blinken, sekretari i Riu, nënshkruan apo përgatit një dokument në të cilin thotë që hiqet non grata për zotin Berisha, sepse kemi parë që nuk ka dosje etj, dhe nuk ka dosje në të vërtetë, sepse janë këto që thamë, organizatat gjyqëtare, ose është një mënyrë tjetër që e praktikojnë shumë administratat amerikane, që lëshohet një ftesë nga ana e administratës dhe me anë të kësaj ftese shkohet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe non grata është e hequr. Ka precedent për këtë. Në Kuvendin e Shqipërisë ishte precedenti edhe i kryeministrit indian para pak ditësh, nëse nuk gaboj. Në Kuvendin e Shqipërisë zoti Berisha është sulmuar, atakuar në media nga mediat e majta, a e kalon dot Berisha oqeanin? Unë tani kam frikë që Edi Rama nuk e kalon oqeanin. Kur do e kaloj Berisha oqeanin? Unë mendoj që do t'jetë shumë e shpejt, do t'jetë përpara zgjedhjeve dhe shpresoj shumë që t'jetë brenda muajit mars. Brenda muajit mars? Pa. Pra, muaj mars do vi i mbar. Unë besoj se muaj mars do t'jetë një muaj shumë i mbar për shqiptarët dhe në momentin që do të ketë një vizitë të këtij lloji në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë ne do shohim edhe një ndryshim shumë të madh në skenën politike të Shqipërisë. Megjithëse Edi Rama që tash mund ta vini re që ka një çekuilibër psikologjik, sepse i kupton që ai ka humbur mbështetjen. Atë çfarë ai thotë që Amerika është larguar nga ne, nuk është më me ne, faktikisht Amerika nuk është më me të. Është Amerika e George Sorosit që nuk është më me të. Por kjo është Amerika e Donald Trump, është Amerikë tjetër, e cila vepron në mënyrë tjetër. Sigurisht, e kemi parë edhe kryeministrin që ka fshirë të gjitha fotot me George dhe Alex Soros, madje ja rikthej Aleksi foton i tha pas shumë kërkesave. Me 12 maj çfarë ndodh? Unë parashikoj që në 12 maj ne do të kemi një fitore si në 92-shin. A ka frymë terren? Ka jashtëzakonisht. Unë vi sot nga terreni, kam qenë sot në disa qytete jashtë Tiranës edhe fshatra jashtë Tiranës, dhe po ju them që fryma është e tillë që ka shumë mundësi që këtu të bëhet një përmbysje si në 92-shin dhe të jetë një fitore plebiscitare, ashtu siç ishte ajo e Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe keni parasysh që strategjisti që punon me ne, i cili shpresoj që do të jetë këtu javën që vjen, do të jetë në Shqipëri. Po sepëm disa takime që ishte edhe me Zelenskin dhe Donald Trump. Pikërisht do të jetë në Shqipëri brenda një javë besoja, brenda disa ditësh, dhe do të filloj punën në terren për strategjinë e zgjedhjeve. Mendoj që ai do të jetë një nga njerëzit kryesor që do të tregoj rrugën
dhe mënyrën e menaxhimit të një fushate model ku natyrisht gjithmonë ajo çfarë vlen në fund fare është vota e shqiptarëve, sepse këtu nuk votojnë amerikanët, votojnë shqiptarët. Por jam e sigurt që shqiptarët këtë radhë të djathtë dhe të majt votojnë ndryshe, sepse ka arritur deri aty ku nuk mban. Sigurisht edhe këtë doja t'ju bëja si pyetje të fundit. Do votohet për programin e Partisë Demokratike apo për largimin e Edi Ramës në mendimin tuaj? Unë mendoj që do jenë të dyja. Pesh shumë të madhe këtë radhë ka largimi i Edi Ramës. Unë do doja shumë që të ishte për program, por ne jemi në një gjendje të jashtëzakonshme. Dhe në një gjendje të jashtëzakonshme dhe vota bëhet e jashtëzakonshme. Dhe mendoj që kjo do të jetë në radhë të parë një vot proteste dhe më pas do të jetë një vot për një rrugë të re të Shqipërisë. Ne do të kalojmë në një riorganizim, reformim të plot. Ky vend patjetër do të ringrihet. Nuk rritut pa u bërë dhe këtë pyetje. Sigurisht Partia Demokratike ka qenë pushtet në 2005 deri në 2013. Lan disa mangësi në fakt, të cilat u shfrytzuan nga mazhoranca socialiste për të bërë ato çka sot bëri pas 12 vitesh. Shohim 1 milion shqiptar të larguar, shohim që pensionistët me zor mbyllin muajin, ka problematika në çdo sektor, sidomos shëndetësia njerë. Çdo sektor që prekim lëngon. Partia Demokratike, me mandatin qeverisës që mund të marrë pas 2 muajsh, mund të themi, 2025-2029, a do punoj që të mbyll të gepet të krijuara dhe që nesër kushdo që të vi, të mos bëj dëm sa ç'bëri Rama? Dgjoni, ne jemi duke punuar për një program që të jetë një program ndryshe. Ky është një program konservator, me cilin dalim ne për herë të parë. Natyrisht që është pjesa e emergjencës, që do të jenë 100 ditët e para, 300 ditët e para, që do të jetë emergjencë për të mbushur këtë vakumin e varfërisë që ka pllakosur Shqipërinë, por për bazë për ne do të jetë familja. Dhe gjithë programi do të ndërtohet mbi familjen shqiptare, ku futet edhe agenda e shpopullimit, që do duhet të zhbëhet, se për mua ajo është një agendë që është e përgatitur nga të njëjtat lobe transatlantike, siç është George Soros e të tjerë dhe Davos i vet. Dhe nuk është vetëm për Shqipërinë, por natyrisht në Shqipëri ka hyrë mjaft thellë në çdo familje shqiptare. Dhe e dyta do të jetë ekonomia. Dgjoni, ne fitojmë dhe ne do fitojmë natyrisht me programin ton, që është një program ekonomik që jep çdo shqiptari lirinë e munguar të individit dhe lirinë në treg dhe lirinë e sipërmarrjes, por pa qenë shteti ai që kufizon këtë liri. Pra shteti do duhet largohet nga sipërmarrja e lirë e individit. Zë Harxho, falenderoj që ishit me mua.